Sot dita e 5 e protestës dhe unë dua të diskutoj me ju për sa i përket protestës. Pash një intervistë të kryeministrit shqiptar Edi Rama me një gazetare të CNN-it dhe kjo video po bëhet virale, njëkohësisht edhe disa video të tjera që ndoshta shqiptarëve u ka shpëtuar, për shembull edhe një video tjetër e një gazetari amerikan. Por përpara se të them këto emra dhe kush janë këta dhe mendimin tim se përse bëhet, doja të pyesja ju përse bëhet kjo protestë, sipas jush. Shiko, e përsëris e kam thënë me mira herë, po doja ta përsërisja pikërisht në këtë video. Të mbani mend që unë jam me ju. Unë kërkoj me fjalë që duke qenë asnjanës, kërkoj që të kuptohet më mirë çdo lloj argumenti. Ndaj e hedh sikur të thuash ndonjëherë që e hedh në sip dhe pastaj le ta diskutojmë së bashku. Pra, në këtë rast, përse bëhet protesta sipas jush? Sepse kam me qindra video gjithandej me mira shkrime, komente që unë kam lexuar dhe vazhdoj të lexoj punët, sepse jam nën kontratë, nuk lëviz dot, kisha dëshirë që të zbrisja në Shqipëri, por nuk mundem. Por po thosha, unë ndjek hap pas hapi, tani jam apo si jam unë, pak rëndësi ka për njerëzit, por ishte dëshira ime, këtë do thosha. Dhe sepse është me një fjalë një lëvizje paqësore dhe kjo protest. Megjithatë, kam bërë që shumë prej këtyre komentuesve ose disa për njerëzve nuk e din fare se përse gjenden aty. Pra, janë gjatë protestës, kalojnë lart e poshtë, lënë komente, bëjnë video, por një pjesë për tyre nuk e kuptojnë se përse gjenden në protestë. Për të marrë pjesë në një protestë, unë mendoj që së pari duhet të jesh refleksiv, të kesh reflekse të forta, që thuash, dakord, unë kam marrë një drejtim dhe ky është drejtimi im. Tani përse ai drejtim ti duhet jesh i bindur për atë. Dhe në këtë rast ka disa që shajnë Edi Ramën, pjesa dërmuese, ka disa të tjerë që shajnë Sali Berishin apo të tjerë apo ku ta di unë. Ndaj doja t'ju pyesja juve, dua ta diskutojmë këtu së bashku njëherë për gjithmonë këtë për sa i përket situatës, sepse është një situatë që bie secili, është një situatë e rëndë. Atëre, ajo intervista që bëri kryeministri me këtë Isa Soares e CNN News. Është një nga gazetaret më të famshme në Angli dhe më bëri përshtypje diçka. Unë e përsërisë, unë jam gjithmonë asnjëherë se më intereson politika, por po e them, sepse është për të mirën e të gjithëve, të popullit dhe tonë. Isa Soares është një nga gazetaret më të mira të CNN-it. CNN mbahet si gazetaria ose si kanali gazetaresk më i madh në botë dhe më i rëndësishmi. Apo jo? Dakord deri këtu? Atëre kam një pyetje. Si është e mundur që një gazetare e tillë, kaq e madhe, kaq e fortë, me një televizion kaq të madh dhe kaq të fortë, të bëjë një gabim fatal? Gabimi i saj ku ishte? Ajo ngatron pelikanët dhe ngatron ishullin e Sazanit me Zvërnecin. Pra, kur flet me kryeministrin, thashë nuk dua të di për askënd, as për kryeministrin apo asnjë, por po flas vetëm për këtë rast. Si është e mundur që një gazetare e tillë të bëjë një gabim fatal si ky? Të thotë që ç'pun ka ai dhëndri i Donald Trumpit në Sazan. Ç'lidhje kishte Sazani me Zvërnecin që u ngrit populli në këmbë për Zvërnecin? Pra, ç'lidhje kishte Sazani? Çfarë ka? Dhe tjetra, dhe një nga prezantuesit e këtyre programeve night show, ky Stefan Stefan Kollert. E shkruajta shpejt, po Stefan Kollert, një gjë e tillë. Ky Stefani është shumë i famshëm me syze ky. Përpara disa muajve kemi bërë një video këtu, e mbaj mend që ishte kundër Donald Trumpit dhe Donald Trump kishte
dërguar pra televizioni që të mbyllte emisionin e tij, por pastaj e la. Sepse kishin shpifur gjatë një emisioni. E përsëris, Donald Trump e tregonte me fakte që kishin shpifur gjatë një emisioni. Pra ky zotëria, ky Stefan. Askush nuk është perfekt, nuk po e gjykoj. Por të njëjtin gabim bëri dhe ky, duke vendosur në plan të parë Kushner dhe pra dhëndrin e Donald Trumpit dhe Donald Trumpin. Për çfarë arsye duhet futet Donald Trumpi kur në një kohë flitet për Zvërnecin? Pra që u fol për Zvërnecin, pastaj doli dhëndri, pastaj doli dhe bia e Donald Trump, pastaj dolën dhe gazetat e tjera dhe gazetarët e tjerë. Pra pyetja është, pse gazetar kaq të rëndësishëm nuk përqendrohen, nuk thanë për Zvërnecin, të flitet për Zvërnecin, por flasin për ishullin e Sazanit dhe për familjen Trump. Për çfarë arsye? Pra kjo më bën të kuptoj që duan të kundërvijnë kundër Donald Trumpit dhe duan të gjejnë diçka pra që të flasin kundër tij. Dhe në këtë rast e gjetën në Shqipëri, sepse deri tani s'po i gjejnë gjë gjithandej, e gjetën në Shqipëri. Dhe në qoftë se kjo është e vërtet, mundet atëherë që të jenë futur shërbimet të ndryshme për të rënuar relatat, qoftë me Amerikën, por edhe për të dëmtuar Trumpin. Në qoftë se është kështu, atëherë do dëmtohet Shqipëria. Sepse ana tjetër që është akoma më e rëndësishme është fakti që në Shqipëri, mase dikush nga ju e dëgjoi, ose thash edhe sot paradite, sepse një gazetar shqiptar thotë që ky Hoxha thotë që ka ndodhur një incident shumë i rënd, 15 ton kokainë kanë humbur, kanë ardhur në Shqipëri dhe kanë humbur, që kanë një vlerë marramense, mbi $100 milion, mos gaboj, dhe në qoftë se kanë humbur në Shqipëri këto 15 ton, atëre do të thotë që diçka do të ndodhë për të rimarrë paratë, sepse ata që e kanë organizuar gjë e bëjnë për para, por unë mendoj e bëjnë për destabilitet, sepse në qoftë se ti kërkon të marrësh mbrapsht ato para, ose e ke përgatitur që të jetë e gjitha e përgatitur në këtë formë, atëherë do të thotë që ka diçka që po përgatitet për destabilizimin e zonës. E di që mund të jetë një çmenduri kjo, që mendoj unë, por ne shqiptarët jemi bërë kështu. Ne mendojmë çdo gjë, mendojmë së pari gjën e keqe, pastaj gjërat e mira. Ndaj doja ta diskutoj me ju, çfarë mendimi keni? Mund të jetë e vërtet kjo? Pra mundet që dikush të ketë organizuar që të bëj diçka me një fjalë që për destabilizimin e zonës? Mund të jenë shtet ose mund të jenë dhe shtetet fqinj, sepse ne kemi armiq nga të gjitha anët. Nga të gjitha anët kemi armiq. Dhe për shembull, do t'ju them, në qoftë se vurare disa që thonë çan këto pallavra, shqiptarët u organizuan vetë për të ardhur nga Athina. Jeni sigurt që ato autobuse që erdhën nga Athina, që s'erdhi një, erdhën disa sepse i pash disa informacione, që ishin organizuar vini nga Athina në Shqipëri, madje edhe nga vende shtete të tjera janë organizuar për të ardhur në Shqipëri. Kush i organizoi? Dhe pse? Disa e bën vullnetarisht, po të tjerët kush i organizoi? Po sikur disa prej tyre të jenë organizuar ndoshta me fjalë apo ndoshta edhe me para nga disa lobe të fortë, pikërisht pra për të destabilizuar vendin. Sipas jush, nëse kjo është e vërtet, atëherë është mirë apo është keq? Ju çfarë thoni? E fundit, dhe do t'i lë pastaj të qetë, e them këtë sepse thash duke diskutuar së bashku padyshim diçka nxjerrim. Në këtë periudhë, në këtë moment që unë s'kam asnjë kundër askujt, nuk dua të di për askënd. Më përpara ishte e djatha. Dhe e djatha, qofte majta, qofte apo e djatha, se fillimisht e mori e djatha, pastaj majta, pastaj e djatha prapë. Por deri në vitin 1997, deri në vitin 2000, Vlora dhe gjithë zona poshtë ishte e shkatëruar totalisht. Nuk e çante kokën njëri fare, bile as rrugët mbaruan, rruga autostrada e quhet kështu, mbaroi viti 2013, mos gaboj 2015. Dhe më përpara ishte desert. Dhe doja të thosha, nga momenti që u fut Edi Rama, tani ishte apo si ishte i partisë komuniste apo proletare apo djathtë apo majt apo radakort, pak rëndësi ka. E rëndësishme është që nga momenti që u fut bëri diçka. Të paktën bëri për Vlorën.
Dhe për vendin, sepse pastroi Tiranën, pastroi rrugët, ka bërë punë të madhe. Themi të vërtetën. Dhe në qoftë se bëri gjithë këtë punë të madhe, si pas jush, i intereson vendeve fqinj një gjë e tillë, pra që Shqipëria të jetë në plan të parë të turizmit, të emrit, sepse tani, për shembull, ka marrë dhe emër Shqipëria, më përpara nuk thoshe do të jam shqiptar, tani e di që për dika do thau, çfarë thua ti, unë thon, ore të mburreni sa të doni. Më përpara thosh jam shqiptar, ishte turp, sepse shumë prej atyre shkonin jashtë dhe vidhni. Dhe u ndryshoi shumë. Dhe tani gjendet dhe turizmi, bile jetojnë edhe të huaj tashmë në Shqipëri, kështu që është ky interskambio internacional që e bëri Shqipërinë që u rrit. Tani t'i japim meritën që i takon. Dhe në qoftë se kjo është e vërtet, atëre kujt i intereson në këtë periudhë, kujt i intereson që të ketë një destabilizim. Dhe tjetra, janë apo s'janë 5 apo 6 që kryesojnë, është e rëndësishme dëgjojeni këtë të fundit, kryesojnë 5 apo 6. Pra lidera në Shqipëri po flas. Në qoftë se nuk do të ekzistonte Edi Rama, kë do të vendosit ju? Me një fjalë, kë do të vendosit për të udhëhequr Shqipërinë? Në këtë moment po flasë, e përsëris, kë do të udhëheqni, do të çonit ju për udhëheqës, për të qenë kryeministër që të udhëheq Shqipërinë. Të mbani mend diçka. Njëri nuk ka eksperiencë. Sa do i ri tjetë, sa do i aft tjetë, nuk ka eksperiencë. Dhe tjetra, jo të gjithë janë me një fjalë, sepse të jesh politikan, duhet të jesh pak allasoj, si i themin nga Vlora. Dhe sepse duhet që ti nuk duhet që mos të kesh as miq, as shok. Sepse në qoftë se keni vëre dhe të gjitha politikat mbar botën, kur mbani njëri tjetrin, jepni njëri tjetrit, ata dhe rrinte aty politika ku ishte. Kurse tani ka ndryshuar gjërat. Politika ka ndryshuar. Kush futet tani ka nevojë vetëm për të bërë punë, me një fjalë, ose për të arritur objektivat. Ndryshe e heqin. Pra në këtë periudhë, në qoftë se do të heqin kryeministri Rama, kë do të vendosin ju si kryeministër? Pres komentet tuaja, sepse ju thash, ky është një nga argumentet më delikat. Në qoftë se nuk do të gjeni kryeministrin, atëherë është mirë që protestat mos të bëhen. Për mendimin tim, pastaj vendosni ju, unë jam thjesht hap vetëm një dritare këtu që të diskutojmë së bashku. Pra, në qoftë se nuk ka një alternativë, se shikoj disa të rinj, për shembull që flasin jo kështu, pashi jo nafta, jo ku ta di unë, jo këto, është e thjeshtë. Është kaq e thjeshtë jesh aty, por kaq e vështirë që kur shkon atje që të drejtosh, sepse ka 1 miliard leva nga të gjitha anët. Dikush të vjen këte nga shpina dhe thot, uj, unë kam paguar për këtë, unë e kam bler këtë, uj, dhe ti nuk lëviz dot. Nuk lëviz dot se s'bën dot asgjë. Kështu që këta të rinjt që nuk kanë patur marrëdhënie politike, shoqërore me njerëz me influencë dhe nuk kanë patur një eksperiencë të jetës, është e vështirë sepse eksperienca, qoftë edhe një artist, qoftë edhe një instrumentist, qoftë edhe një këngëtar, qoftë, me fjalë, ai ka bërë një eksperiencë, nëse ka një eksperiencë jete, nuk diskutohet që jo se është ata të rinjt, nuk bëhet fjalë për një të ri. Pra, nëse një nuk ka një eksperiencë jete, është e vështirë që ai të bëjë diçka. Është shumë e vështirë, sepse është e thjeshtë të flasësh pas kuintave, si thuhet, në backstage. Por kur je në vend të parë, është kaq e vështirë pastaj që se keni idenë. Dhe ndaj dhe unë jam qëndroj gjithmonë larg politikës, sepse nëse futesh në politikë, përlyesh. Dhe nuk tradhtoj dot ju, nuk mund të tradhtoj dot veten, nuk mund të tradhtoj dot askënd. Sepse je i detyruar që ti të lozësh rolin e budallajt, gjëra sikur nuk kuptove që ai shoku apo miku apo të kanë kërkuar ndihmë, apo kushurinjt, apo je i detyruar që të mbyllësh gojën dhe të rish aty, qofse do të jesh i drejtë. Ndryshe, je i detyruar që të japësh 5 lekë atij, 5 lekë atij, japësh punë këtij apo punë ti, siç e bëjnë disa që futin kushurinj shokut, miqt apo jo, i futin në për punërat e tyre dhe pastaj bëhet vendi familjar. Pra,
i gjithë vendi drejtohet nga familjar. Megjithatë, unë pres komentet tuaja, jam në pritje, çfarë mendimi keni për protestën, gjë më interesante, më e rëndësishme, çfarë mendimi që keni për ata që flasin, që thonë gjithmonë për Shqipërinë që e lidhin me mafjen apo e lidhin me Donald Trumpin, në këtë rast ne flasim për Zvërnecin, kurse këta të huajt asë që nuk informojnë ose ndoshta informojnë dhe e bëjnë qëllimisht, dhe të tjera akoma që ndoshta organizojnë kundër Shqipërisë. Dhe e fundit fare, çfarë mendimi keni, kë do të vendosnit ju nëse sot nuk do të bënte dorëheqjen kryeministri Rama? Pres komentet tuaja. Natën.